Sipas ndryshimeve të propozuara ligjore për transplantimin e organeve, çdo qytetar do të ketë mundësi të vendosë vetë nëse dëshiron të dhurojë organet e tij, sipas modelit të shumë vendeve evropiane përmes një karte donatori. Aktualisht në Maqedoni, fjalën e fundit për dhurimin e organeve e ka familja e personit të ndjerë. Për momentin, për transplantim të veshkës, presin pak më pak se 100 pacient. Institucionet shëndetësore theksojnë se është shumë e rëndësishme të rritet ndërgjegjësimi i qytetarëve për dhurimin e organeve, veçanërisht për transplantimin nga persona të ndjerë. Në vendin tonë, rreth 85% të pacientëve me sëmundje të veshkave trajtohen me hemodializë, ndërsa vetëm rreth 15% arrin të kryejnë transplantim të veshkës. Dy institucionet më të mëdha fetare në vend, Kisha Ortodokse Maqedonase dhe Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut, e mbështesin aktivisht dhurimin e organeve. Ato e kanë përkrahur këtë aktivitet human edhe gjatë miratimit të ligjit për transplantimin e organeve. Ndryshe, dita botërore e veshkave shënohet çdo vit të enjtën e 2 të marsit.